Një jetë perfekte apo një gënjeshtër perfekte? Detajet për serialin që duhet i dini. Një nga serialet më të përfolura turke, Sahane Hayatim, Jeta ime mrekullueshme, Ruby ose Tereza e Turqisë, siç e cilësojnë fansat, po vjen në televizionin Klan, një histori plot me sekrete, tradhti dhe drama që të mbajnë të gozhduar pas ekranit. Por çfarë fshihet pas kësaj jete perfekte? Disa prej aktorëve kryesor i keni parë e serialet të tjera, por nuk e dini ende çfarë roli do të kenë tani. Të gjitha sekretet do t'i zbulojmë sot, prandaj qëndroni deri në fund. Jeta ime e mrekullueshme tregon historinë e Shebnemit, një gruaje që sot jeton në luks dhe duket sikur ka një jetë perfekte. Ajo ka gjithçka, para, status dhe një familje që duket e lumtur, por kjo jetë nuk ka qenë gjithmonë kështu. Në të kaluarën, Shebnemi ka qenë një vajzë e zakonshme, që vinte nga një realitet i vështirë dhe pa shumë mundësi. Ajo arrin të fitojë një bursë dhe të studiojë në një shkollë elitare, por aty përballet me përçmim dhe bullizim të vazhdueshëm. Nxënësit e pasur e shohin si të pavlerë, ndërsa disa mësues nuk besojnë as pak tek ajo. Edhe pse është shumë e zgjuar, askush nuk mendon se ajo mund të arrijë sukses në atë botë. Kjo përvojë ndikon thellë tek ajo. Ajo fillon të kuptoj se në atë shoqëri nuk mjafton të jesh i zgjuar, por duhet të dukesh dhe të sillesh si pjesë e elitës. Në këtë moment, Shebnemi mendos të ndryshojë jetën e saj me çdo kusht. Ajo nis një transformim të madh fizik, ndryshon pamjen përmes kirurgjisë plastike, ndryshon mënyrën si flet dhe si prezantohet dhe krijon një identitet të ri. Dal nga dal, ajo arrin të hyjë midis njerëzve të pasur dhe të fuqishëm, duke u bërë pjesë e botës që dikur e përjashtonte. Në këtë rrugë, ajo njeh Onurin, një burr i pasur dhe me ndikim. Marrëdhënia e tyre zhvillohet shpejt dhe përfundon në martesë. Kjo martesë i jep asaj gjithçka që kishte ëndërruar: luks, siguri dhe një vend në shoqërinë elitare. Nga një vajzë e përbuzur, ajo bëhet një grua që duket se ka arritur majën. Por kjo jetë e re është ndërtuar mbi sekrete të rrezikshme. Në të kaluarën e saj, Shebnemi është përfshirë në ngjarje të errta dhe ka një histori kriminale që mund të shkatërrojë gjithçka. Ajo ka bërë zgjedhje të vështira për të arritur aty ku është dhe tani duhet të jetojë me pasojat e tyre. Gjërat fillojnë të ndryshojnë kur e kaluara rikthehet në jetën e saj. Një person që e njeh të vërtetën, Mesuti, shfaqet dhe bëhet një kërcënim serioz. Ai di sekrete që mund ta ekspozojnë dhe ta rrëzojnë nga pozita që ka ndërtuar. Prania e tij krijon tension dhe frikë të vazhdueshme. Në të njëjtën kohë, problemet rriten edhe në jetën e saj personale. Melisa, ishe dashura e Onurit, nuk e pranon këtë martesë dhe fillon të dyshojë për Shebnemin. Ajo përpiqet të zbulojë të vërtetën dhe krijon një rivalitet të fortë mes tyre. Edhe nëna e Onurit, Ayseli, nuk e pëlqen Shebnemin dhe nuk i beson asaj. Ajo e sheh si një kërcënim për familjen dhe kërkon të zbulojë kush është në të vërtetë nusja e saj. Kjo e bën situatën edhe më të vështirë për Shebnemin. Ndërkohë, presioni mbi të rritet çdo ditë. Ajo përpiqet të mbrojë familjen e saj, të ruajë statusin dhe të fshehë të kaluarën, por çdo gënjeshtër e re e bën situatën edhe më të rrezikshme. Sa më shumë përpiqet të kontrollojë gjithçka, aq më shumë gjërat dalin jashtë kontrollit. Historia zhvillohet si një betejë mes të kaluarës dhe të tashmes. Shebnemi duhet të zgjedhë nëse do të vazhdojë të luftojë për të mbajtur jetën që ka ndërtuar apo do të përballet me të vërtetën dhe pasojat e saj. Në fund, pyetja kryesore mbetet e njëjtë. A mund të mbijetojë një jetë ndërtuar mbi sekrete apo e vërteta do të dalë gjithmonë në dritë? Pas gjithë kësaj historie të ndërlikuar, janë 4 personazhe që e mbajnë këtë serial në këmbë dhe e çojnë dramën në një tjetër nivel. Personazhi kryesor, Shebnemi, interpretohet nga aktoria Hilal Altinbilek, e njohur nga seriali Toka e Hidhur, ku luante Zulehan. Në këtë serial ajo vjen me një transformim total, duke kaluar nga një rol emocional në një karakter shumë më të ftohtë dhe llogaritës. Gjithçka rrotullohet rreth saj dhe sekreteve që mundohet të mbrajtë të fshehura. Hilal ka qenë disa herë në qendër të vëmendjes për transformimin e saj ndër vite, që ka bërë shumë njerëz të flasin për ndryshimin në pamjen e saj. Nëse është çdo gjë natyrale apo ka bërë operacione estetike. Ajo po fërfolet kohët e fundit dhe për lidhjen me biznesmenin Metin Hara, e cila është komentuar shumë në rrjetet sociale. Onuri luhet nga aktori Gjigit Ozshener, e njohur nga seriali Ezel, ku ka luajtur rolin e Xhengizit.
Në këtë serial ai vjen me një rol më të përmbajtur dhe shumë më i qetë në pamje, por me tension të brendshëm. Ai është arsyeja pse Shebnemi hyn në botën e luksit, por edhe një nga pikat ku gjithçka fillon të ndryshojë. Ndryshe nga shumë aktorë të tjerë, ai është i njohur për jetën e tij shumë private dhe faktin që është martuar prej vitesh, gjë që shpesh përmendet si arsye pse rrallë dohet pjesë e thashethemeve mediatike. Melisa interpretohet nga aktoria Nesrin Xhavadzade, e njohur nga seriali Molla e ndaluar. Ajo është një personazh shumë i fortë dhe dominues që sjell tension dhe konflikt në çdo skenë. Ajo është rivalja kryesore e Shebnemit dhe një nga personat që mund të nxjerrë në dritë të vërtetën. Nesrin ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes për marrëdhënien e saj me aktorin Gökhan Alkan, me të cilin ka qenë në lidhje dhe është ndarë disa herë, gjë që është komentuar shumë në media. Mesuti interpretohet nga aktori Onur Tuna, i njohur nga seriali I Burgosuri. Në këtë serial, ai sjell një karakter serioz dhe shumë të rrezikshëm që lidhet drejt për drejt me të kaluarën e Shebnemit. Ai është personi që di gjithçka dhe mund ta rrëzojë atë në çdo moment. Onur Tuna ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes për lidhjen e përfolur me aktoren Yasemin Kay Allen, e cila është diskutuar gjerësisht në mediat turke dhe rrjetet sociale. Fansat e kanë krahasuar serialin me telenovelat spanjolle, shumë të ndjekura të viteve më parë si Ruby dhe Teresa, për ambicien që kanë personazhet për të ngjitur në shoqëri. Por në të njëjtën kohë dhe me serialin e Zel, për ndryshimin e identitetit dhe kur e kaluara nuk të lë kurrë rehat dhe fillon të kthehet kundër teje. Kjo ishte një përmbledhje e shkurtër e jeta ime e mrekullueshme. Seriali do të transmetohet çdo të shtunë dhe të diel në orën 8:05 në televizionin Klan. Na tregoni në komente nëse do e ndiqni këtë serial dhe nëse doni të vazhdojmë edhe me analiza për serialet e tjera të rinj, si Trashëgimtari apo Bahar. Mos harroni të bëni subscribe për të mos humbur video tona. Ju falenderojmë që na ndiqni.